Në thonë njerëzit i kinë në rrugë, ky vend është i varfër. Ndoshta dhe synohet me bërë. Po, nëse synohet, unë e mendoj që atëherë ky është projekt opozitar, për arsye se paknatësia do të bardhet Bas edhe duan atë. Me bankrotuar. Tash po im cila është strategjia e opozitës? A dojnë ta bankrotojnë mentalitetin e votuesit bashkë me vetvendosin? Strategjia e opozitës është frika e tyre me dorë me luftu me. Ato e konstatum. Po për te frikës, a ka një strategji tjetër që opozitën e shfaqson dhe e ndërton ose i bën të dishëm që e ka ndërtuar një strategji për të dhënë mesazhin votuesve. Ja ku e keni pru në bankrot shtetit. Një shtet i cili ka qenë në një moment i konsoliduar me korrupsion, por funksional jashtëzakonisht mirë, ndër më të mirët në Ballkan. Dhe tash, unë mendoj nëse kanë opozita këtë strategji me bankrotu shtetin, se vetëvendosja po e ka. Jo, bankroti është i përbashkët. Ja, atëherë ku shkon? Opozita është përgjegjëse për mosveprimin e saj, batën. Mirë, unë atëherë mbrenda mëkatit. Por nuk besoj që deri në atë pikë guxojnë njerëzit me shkuqe me bankrotu shtetin në 23 dhjetor. Unë po them që ka me pas një zgjidhje. Cila është? Se këta nuk kanë ide për zgjidhje. Në të vërtetë ta kanë ide vetëm për bllokat. Unë mendoj veç nëse ka një ndërhyrje drejt për drejt nga ata të cilët kanë ndihmuar me kriju këtë shtet. Po tje veç nëse ndërhyrje amerikan. Dëgjoj fjalin të kryeministrit. Veç nëse se evropianët nuk ndërhyjnë. Evropianët ashtu janë out në çdo gjë. A dhe ta bëjnë një pyetje tjetër. Çfarë mendon nëse bashkia ndërkombëtare e don se është lodhë me neve, e don izolimin e Kosovës. Edhe thot nuk ndërhyjmë, nuk është çështje e juaj. Ato nuk e di. Nëse ata janë të interesuar me shpëtuar këtë projekt, ata duhet me ndërhyj. Po nuk po tregohen deri tani. Nëse nuk janë të interesuar, unë nuk shpresoj se këta njerëz të cilë për 9 muaj e tërheqin zvarr këtë vend, e tërpnojnë këtë vend, e krijojnë imazhin e një shteti që s'funksionon, mundën me gjetë në moment. Ne kemi dy rrugë blerë. Në terma, në terminologjinë shkencore, që bëhet për analizën e regjimeve politike në botë, na sot përshkruhemi si shteti brisht. Regjimi brisht demokratik. Atë që të thotë i brisht. Mjafton një goditje vogël, edhe ai shpërvohet. Na jemi të lutë me zjarrin, që ta du. Zjarrin. Po është fundi, fundi. Edhe unë më thamë, veç nëse ata të cilët e kanë sponsorizu, e kanë mbështet krimin e këtij shteti, ndërhyjnë në decisive, me një vendim, mundet ky projekt me u shpëtu. Përndryshe, nëse ata ndërhyjnë, nëse ja lënë dorë kësaj klase politike, ky shtet brenda një viti ka me qenë i dështuar. Ka 2 vjet e gjys që pushteti ose vetëvendosja e kërkon Republikën e Tretë. Për te Ahtisarit. Lebre se marrëzi është e. More ti marrëzi. Po ti mos u thuj marrëzi. Unë po them është fakt. Veç një republikë reale ka ekzistuar patën. Veç një republikë reale, të cilat janë imagjinare. Republika e po flasim për Republikën imagjinare, por Republika imagjinare e tyre nëse Republika e vitit 2008 shambet, kur s'ki me pas më republikë, miru pafshim. Po unë çto desha me thonë. Nëse Republika e Tretë e vetëvendosjes që po dëshmohet me fakte, po dëshmohet me fakte që e kërkojnë Republikën e Tretë jashtë Ahtisarit. Por mos harro që njoja jonë, që tash po kthehem te bashkia ndërkombëtare, njoja këtij shteti është mbi ato parime, mbi Ahtisarin. Dhe ti nëse ja heq Ahtisarin, atëherë po vim të ajo pika që bashkisë ndërkombëtare realisht nuk i intereson ai projekt, për cilin kanë pledu, e kanë shkruar dokumentin, edhe realisht e kanë kriju ose kanë njoftë këtë shtet. Unë nuk e di që ndodh, a do t'jetë funksionale, unë nuk besoj se Republika Tretë e vetëvendosjes, por e di që nëse ndodh, atëherë... Edhe prom ka ndodhë që kjo s'ka lidhje. Nëse ndodh, atëherë... Njobre, vendin e amën. Ky vend është i bankrotu. Kjo është. E tash, unë prapë shpresoj që para dasës 23, nëse ka mendje
spaku nëse don dikush këtë vend, se këtu mos me don askush këtë vend. Ky vend do të me pas një zgjidhje. Edhe pse jemi vonë, edhe pse do kem pasoja të jashtëzakonshme. Mos flas për ekonomi, mos për ekonomi se përmend askush. Mos flasim për inflacionin, se ato s'pe përmend askush. Mos flasim për shportin, se ato se përmend askush. Mos flas për kushtet e jetesës, se ato se përmend askush. Mos flas për izolimin. Gjasat janë që më na rrit me unë shtretu çmimi i rrymës prap. Po Se që vin kreta. kena shumë fatura për me pagu. Leo, veç një çështje. Tek faji që në po besoj unë ti e të supozu që na pa drejtësisht jemi të ja vesh opozitës. Ma shumë me bojnë avokatën opozitës e ty. Rregull, veç Nashta ka pak edhe pajtona me ju. veç në rregull, domethënë nuk e përmana rastësisht që jo mbi metodat që ndoshta i ka përdor. Domethënë ti përmane kanë met opozita një grusht të njerëzish aty, edhe ju kanë të kur votat edhe njerëz. Po vetë vendosja ka nis me një grusht njerëzish apo jo. Domethënë në 2010 sa kanë pas 12%. Tash ti mundesh mos me ja repliku metodat, se tash në gjykimi dhe perceptimi ka qenë për një grup njerëzish që janë huligan edhe rrugaq. Por të drejtën për me besu ose besimi në të drejtën tonë me konceptu diçka politikisht edhe me vepru, që ato nuk mundesh me ja atribu ose me ja delegu dikujt tjetër. Opozita të drejtën edhe besimin e saj në të drejtën për me vepruar me konceptu diçka politikisht ja ka delegu vetëvendosjes komplet. Do në shtysh ku mrapa. Tash, në situatën që jemi, le ta themi që për faturën që duhet me pagu për blokadën, opozita supozon që ma shumë faturën ka me pagu vetëvendosja për blokadën, sepse këta me mos veprim vetëvendosjes e kanë dyqysh e kanë nxjerrë në paqë të strategjinë e vetëvendosjes për me bloku, që na krejpedima, prej Albulina Agjiut, te votimi mshef, te Dimal Basha, te nën kryetarët. Por, Karremi, domethënë ka shku sa të bu, sa çdo herë më i madh e këta çdo herë më shumë të hangër. Në situatën që jemi sot, po të shkohet në zgjedhje dhe fatura që patjetër duhet të pagu pe këtyre grupacioneve politike, unë bindjen e kam që më shumë edhe duke qenë të tkurrun kanë mu të kurrë edhe më shumë. Opozita se këta kanë me pagu më shumë faturën. Se tash, kush na çoi në zgjedhje? Gjykata kushtetuese. Pse? Për shkak të listës serbe. Kush e dominon këtë rrëfim? Veç lëvizja vetëvendosje. Domethënë, tash opozita Nga harroni fakt se këta kanë mu mbledh të gjithë, edhe kanë mu marrë vesh për një datë zgjedhjes. Kjo tezë bjen e supozova Kur ndodh që kjo, edhe lidhë që kjo me zgjedhjet lokale, po insistoj në qëtë pyetje. Pra, kur ndodh që kjo, edhe a mundet mu lidh me zgjedhjet lokale, pra a mundet me qenë kjo një pengesë zgjedhje lokale. Jo pa arsye dok. Jo pa arsye. Pra, a mundet me qenë një pengesë që dojnë me e kalu të qetë, pra le ta lojnë të bllokum kuvendin, të shohin pozicionet e tyre se cila parti dhe pastaj gjykojnë ndryshe. Edhe këtu strategjikisht mendojnë ato. Cilat pozicione? Sa komuna i fiton se cila? Po që aty është këtë betejë do. Ato komuna kanë me pas buxhet nesër. I gjindet qarja. I gjindet qarja, do të thotë shteti, pushteti qendror i cili i shpërndan parët, s'është aty. Edhe me gjas nuk do t'jetë aty, ndërkohë që gjithçka përfundi ti, çfarë janë komunat, presin këtë që kanë me mbjetu nëse mekanizmi qendror maqina o thy. Qyre, nëse ndodhë që kjo që po thot blerimi. Ajo është me ndërhy bashkësia ndërkombëtare dhe me thonë mirë që kjo vendimin, që to keni mi bo, ecë të shtëpia, ti s'pa ku mundesh mos mi thonë veti që je shteti pa anvarë. S'pa ku mundesh me thonë na dëshiren më të madhe gjithmonë e kem pas me qenë protektorat. Edhe që kur si është ku ma nalt edhe ma larg se mentaliteti i një protektorati. Edhe krejt kjo përpjekja jote, kinse me e paraqit vetëm si një vend në sovranizim e sipër, si një shtet i pavarur, nuk ka qenë kurrë përveç një qyfte ideologjike, përveç një hallucinimi shoqëror, përveç një absurdi që e përdor për çdo ditë. Se vendi i cili është shtet, qështu nuk sillet.
opozita e një vendi, e një teritori që është shtet, nuk sillet qështu. Një muj, 2, mundesh me thonë qëre, na i kemi qenë viktimat e zgjedhjeve të mahershme për shkak të arsyeshmërisë tonë, një muj, 2, po jo 9 muj, jo 10 muj, jo me shëndru në identitet faktin që ti paske qenë një herë viktim e arsyeshmërisë edhe ki pas punë me një elektorat që ka i po marrë në vesh. Me qenë se në Kosovë, me gjithate ka elektorat që është relativisht i marrë në vesh. Edhe qaj elektorat të ka votu ty si parti ish opozitare. Se edhe LDK-ja, edhe PDK-ja, edhe AK-ja, edhe parti tjera, që nuk kanë qenë pjesë e pushtetit, në kuvend jonë se dikush i ka votu. Edhe nëse këshyr numrin e votave, nuk është i pakt elektorati i njerëzve relativisht të arsyeshëm, të cilët nuk janë ra në qatë forën e viktimizimit që e ka përdorë dhe ka shpërdorë partia vetëvendosje. Pra numri s'është i vogël. Edhe ti nuk është i ki pak vota. Shumica shqiptare ka votu opozitin e djeshme. Shumica shqiptare në përgjithësi, nëse e merë numrin, ka votu ma shumë për partit ish opozitare. Për vetëvendosjen me alatë e saj. Do të thotë ata e kanë sot mundësinë, e cila mundësi reale edhe mundësi e prekshme, e që thojnë krijimit të shumicës së re parlamentare. Edhe ti, sikur me qenë somnabull, vazhdon me folë diçka pa kuptim çfarë janë zgjedhjet. Ti e këshyre dhe thush, ti si je i gatshëm për kur gjo e lemo për zgjedhje. Junë që të zgjedhje lokale do një meron troha dreqi se një ka dini që ka janë ty fëllni, për do një me shku edhe një herën zgjedhje të nivelit qëndror, nuk e dini as kur kini me shku, as qysh kini me shku, nuk e dini as kënë kini kandidat për kryeministër. Nuk e dini kënë kini mi pas në për lista deputetve. Realisht nuk kini kur gjo edhe atë muhabet se bëni hiq. Atë muhabet e bëni veç kur dhezën kamerat edhe folni për zgjedhje. Se nuk e di që dikur në për nivellet partijaket juja, seriosisht jeni të folë për këto punë. Okej, Batan? Fatkeqësisht politika është ma pragmatike. Këta në këtë nivel, unë nuk besoj që as kanë dëshirë mi analizu sene. Unë menoj që ata kanë më marrë prapë me komunat, edhe kanë më marrë me votat. Dhe me qenë se s'ka për ta, nuk kanë gjatë që 9 muj ditë, 10 muj, asë një gjë, dhe s'kanë ndërgjegje, unë nuk e di që kanë me pas ndërgjegje edhe për këto 2 javë ose 3 javë që kanë marrë. Dhe fokusimi të zgjedhjet lokale, këta mendojnë që javë gjenë një zgjidhje. Pra po thëmë që zgjidhja nështë është tek thellimi që sjell votuesi. Se di, nëse votuesi atëherë e voton vetëvendosjen deri në atë pikë sa e refuzon opozitën, atëherë do shihet që opozita ka bërë veprim të mefsht, ose ka qenë në moçal duke mos vepruar asgjë për me zgjedh problemet juridike, po them, ose të rregullores parlamentit. Atëherë ka huq krejt idenë. Dhe por nëse opozita del mirë në zgjedhjet lokale, konsideroj që e hap rrugën e vet për një zgjidhje, edhe pse po them kush do që e merr pushtetin në të ardhmen, pasojat janë shumë të mëdha. Spaku e kemi një gjë funksionale. Ndoshta shkërmoqja, po them që ato që blerimi po thotë shkërmoqje ka ndodhur edhe pa shku në 10 orë. Dhe rifunksionalizimi është tepër i vështirë. Kena me pas sa i vështirë ka me qenë. Por megjithatë jeta praktike e njerëzve sillet rreth votës, rreth kësaj, dhe njerëzit nuk janë të gatshëm të bëjnë analiza, prandaj i vujnë pasojat, prandaj votojnë gabushëm, edhe prandaj japin një rrëfimi të paqen ose imagjinar të Republikës së Tretë, ose të pafuqisë së opozitës për të shpjeguar pse kjo Republikë e Tretë është e dëmshme. Domethënë këtu ka pas mungesë rrëfimi të dyja palëve. Njëra që nuk mund ta bëj, por e shkatron shtetin, kurse e dyta, me thënë drejtën, s'ka mundur deri me ta shpjegon, përveç është viktimizu edhe e ka drejtu fajsinë të pushtetit. Gabim serioz për mu. Unë s'jam që vendosi, po gabim serioz, kurse këta tjertë janë arrogant edhe të pandreqëm.
unë nuk e di qa bën votusi, ose na merr ftynën, ose na kthen pak ndërgjegje. Tash e ka rastin. Pa dalë të vota e 12-qit, unë nuk mendoj që ndërgjegjesohemi. Edhe pse, po them, shteti u shkërmoq koqa shumë. E ka prek fundin.